Ndërkohë kthehemi zhvillimeve në Kosovë, po vazhdon numërimi i votave, tashmë ka përfunduar numërimi nga përfaqësitë diplomatike, po vazhdon numërimi i votave me post, ka shkuar në 37.22% numërimi i votave, me 69.65% kryeson lëvizja vetëvendosje, pasuar nga Lidhja Demokratike e Kosovës me 15.28%, pastaj Partia Demokratike e Kosovës me 7.90% dhe Aleanca me 5.29%. Këto rezultate do t'i diskutojmë në rast se do të ndryshoj gjatë numërimit të votave në vazhdim, do të ndryshoj edhe përbërja e kuvendit nga ajo që është aktualisht, marrëveshjet e mundshme për të formuar institucionet, pastaj ndikimi kuotës që disa prej deputetëve me një numër të konsiderueshëm të votave mbeten jashtë kuvendit. Gjitha këto do t'i analizojmë në këtë studio. Kemi politologun Avdis Malaj, profesor, mirë se erdhe. Përshëndetje. Ndërkohë në një lidhje të drejt për drejt kemi analistën Afërdita Maliqi. Afërdita, përshëndetje. Faleminderit që jeni në këtë lidhje direkte. Profesor, po e nisim me ju. Tashmë janë numëruar 37.22%, 83 nga 223 pakot. Ka ende për të numëruar, megjithatë kryeson me një numër konsiderueshëm më të madh të votave, 21.523 vota me post, pra është larg partisë së dytë në këtë rast që i bie Lidhja Demokratike e Kosovës nga votat me post. Si po e sheh këtë trend të votave? Po, trendit besoj që do të vazhdoj kështu si është, edhe me vazhdimin e numërimit. Nuk besoj që do të ketë ndryshime të mëdha, do të mbahet kjo distancë. Tani besoj që tu ka një ndryshim në kuptimin e asaj që vetëvendosja është fituese këtyre zgjedhjeve. Po nëse krahasojmë llojin e fitorëve, do thoja brenda vendit është një fituese relative, në votën e diasporës është një fituese absolute, do thoja, sepse doli mbi, madje në votat në përfaqësi diplomatike, mund të themi që është një fituese super absolute, sepse doli pothuajse mbi 80% e votave ishin për vetëvendosjen. Dhe ndoshta dikur ka qenë një lloj perceptimi që nuk ka shumë dallim mes votave brenda vendit dhe diasporës, tani ky dallim po thellohet. Kuptimin e asaj që vërtet votat e diasporës shumicën absolute po shkojnë për vetëvendosjen. Megjithatë, profesor, kjo nuk është edhe ndonjë informacion i ri, sepse në zgjedhjen e 28 dhjetorit kështu ka qenë. Informacion i ri është ajo që brenda vendit ka një rënje, kuptimin e pjesëmarrjes së votave, dhe kjo e bën tash dallimin, e thellon dallimin mes votës brenda dhe votës jashtë vendit. Kjo do thoja ndoshta do të ishte ai dallimi, një gjë që të kaluara nuk është pa shumë. Vota diasporës është pa si vazhdimsi e votave të votuesit që jeton brenda në Kosovë. Tani ky ndryshim vetëm se po thellohet. Ky është rezultati që ka dalë mbas këtyre votave, konstituohet kuvendi, bëhet qeveria, uroj që të zgjedhet edhe president. Po mendoj që ky është një zhvillim i ri, ndryshe nga zgjedhjet e paraprakos të kaluara që nga viti 2021. Ky ndryshim pak po thellohet mes votës brenda dhe votës diasporës. E qartë. Afërdita, si i keni parë ju votat e diasporës, deri diku e pritshme apo jo të jetë kjo mbështetje për lëvizjen vetëvendosje? Vitet e fundit të diasporën e kemi pasur si ka fituar. Ka shkuar në 80% së shumicën e votave është për lëvizjen vetëvendosje dhe kjo nuk dallon shumë, edhe në vitin 2021 pothuajse diaspora ka qenë kështu në atë kohë kur të gjithë befasuan sepse kishte që diaspora ishte lënë e lirë dhe nuk është që partitë politike kishin investuar ose kishin marrë shumë me diasporën në kuptimin e vetëvendosjes aktiviteteve atje. Dhe pastaj e pamë që lëvizja vetëvendosje kishte gjetur një terren. Po, Afërdita, nëse po na dëgjon ndjes që po të ndërpresim, megjithatë do të rregullohet për pak sekonda sepse nuk po të dëgjojmë mirë. Po besoj dhe po e dëgjon jonën e zërit. Po besoj që për pak sekonda rregullohet. Derisa vazhdojmë diskutimin në studio me profesorin. Dorontina, atë se si po i sheh partitë e tjera, profesori, në këtë renditje. Lidhja Demokratike e Kosovës duket jetë pak më mirë se sa partia në fakt, jo pak, është dy fishë, 7
9% është, do të thotë, Partia Demokratike, ndërka është Lidhja Demokratike e Kosovës me 15.28, që i bje dy fishi i PDK-s. Si po e sheh, profesor? PDK-ja dhe nuk ishte organizuar fare fushat në diasporë. Kemi diskutuar disa. Krahasu me vetëvendosjen është performancë e dobët e partive tjera në diasporë, sikurse nuk po dalin që nuk pja dalin që ta mobilizojnë elektoratin atje, që të marrin vota ose ta rikthejnë besimin që dikur e kishin si parti, qoftë si LDK, qoftë si PDK, ndërsa krahasu LDK-n me PDK-n duket që PDK-ja ka një performancë edhe më dobët e saj përket diasporës. Besoj se këta do duhet ta bënë një analizë dhe të delnin me fakte se pse nuk po ja dalin që vërtet ta rikthejnë besimin që dikur e kishin një mbështetje bukur të madhe në diasporë, ndoshta tek LDK-ja mund të kenë qenë tek diaspora një pjesë që mund të kenë qenë mbështetës të zonës Osmani, po them. Dhe nga ajo ndalja që mund të ketë bërë diferencën, ndoshta mund të jetë. Sepse realisht kishte pasur, kishte gëzuar Osmani një mbështetje nga diaspora, mbaj mend në momentin para se ti thoshte këto deklarata, të cilat deri diku duket se edhe e vunë një pozitë pa lakmueshme, por se shumë mërgjimtar gjatë asaj kohe kur u prish binomi mes Kurtit dhe Osmanit të jenë mërzitur me këndarjen e tyre dhe kanë pas një përkrahje. Mbështetja ka qenë te binomi ka qenë mbështetja dhe pastaj ndoshta prishja e këtij binomit ka bërë që ndoshta një pjesë e votave të orientohen drejt zonës. Po, duke sikur është rregulluar zëri me Afërditën. Afërdita, apo dëgjohemi mirë tani? Po, ju dëgjoj, veç s'po di unë, ajo mirë tash. Po, mirë je tani. Të ndërprim po flisnin për votat e diasporës, po. Po, do të thonë tash edhe më parë që vetëvendosja ka gjenë një terren të lirë edhe ka vepruar se ka tash qysh dush na ta quajmë, megjithatë vetëvendosja po i merr votat e diasporës, parti tjera mendoj që duhet të bëjnë një reflektim çfarë po ndodh që s'po arrin me marr votën e diasporës. Nuk është asnjë, me thonë, as Lidhja Demokratike që ka shënuar ndonjë sukses, sepse këta mos harrojmë se ka pas një kohë gjatë se kanë pas vot diasporës shumë kohë, domethënë e ka pas pothuajse LDK-ja ka qenë para në diasporë. Plus tash është konsideruar se do të ketë vota për shkak të Vjosa Osmanit se mund të ketë mbështetje nga diaspora, por u pa që nuk ka pas dikjem as në Osmani as në votat e diasporës dhe e kemi këtë rezultat çfarë kemi. Unë mendoj që diaspora po më rikthej zoni sërish. Apo dëgjohem? Pak sekonda. Po, Afërditi, janë gjithësisht 1490 vota për LDK në diasporë. Duket se efekti Vjos nuk është se ka kryer ndonjë punë në diasporë. Mendoj me gjithë ato ambicet e tyre të mëdha që efekti Vjosa ka me pas efekt, që po që nuk ka pas dikim as brenda dhe as jashtë. Unë kom thonë edhe më herët, po më vjen shpesh më përsërit, sikur Vjosa Osmanit mos kishte dalë fare me folën për intervista, ndoshta mund të kishte pasur ndonjë ndikim, sepse njerëzit e kishin parafrazuar se atë Vjosën që ka qenë para 5-6 vite kur është hikur në koalicion me Lëvizjen Vetëvendosje, kur e ka kundërshtuar partinë e vet, kur ka qenë ai binomi me Albinin, mirë po intervistat e saj e ulën këtu, por është domethënë të mos ketë sukses as në Kosovë dhe as në diasporë. Pse mendon se është kaq e vështirë për partitë opozitare që të bindin elektoratin në diasporë? Sepse realisht po e diskutojmë këtu në studio që disa herë se në disa parë zgjedhje të fundit Lëvizja Vetëvendosje ka marrë shumë përkraje nga ta. Pse është kaq e vështirë që të rikthehet elektorati? Prej vitit 2021, diaspora ka pasur në mënyrë absolute Lëvizja Vetëvendosje. Unë thash më herët s'dia u dëgjova, por të parti tjera më duket nuk janë marrë vite të tëra me diasporën në kuptimin që me lanë diasporën të lirë, mu adaptu në vendet ku jetojnë, pastaj janë kanë ambasadat dhe nuk janë marrë në aspektin politik, në aspektin partijak me diasporën. Albini e ka gjetë terrenin e lirë edhe po e shfrytëzon maksimalisht. Në anën tjetër, unë mendoj që këto duhet me pas një strategji për diasporën që fatkeqësisht nuk po e kanë atë strategji. Nuk është që nuk kanë riorganizuar degë, s'kanë riorganizuar në degë, kanë bërë takime, ne kemi pas takimet edhe të
LDK-s edhe të PDK-s në diasporë. Mirë po, fundi po ju den që as njerëzit që po marrin pjesë në takime nuk po votojnë për këto dy parti. Pra, do të me ndru strategjin, ose do të me ndru ekipin që merret me diasporën, do të thonë ekipin brenda partive që shkojnë në diasporë dhe takojnë në diasporën atje, ose do të me ndru komplet strategjin. Do të thonë me pa defektin. Në momentin ku jemi, Albini e ka në mënyrë absolute. Tash, cila është rruga që ka gjetë, ne gjithë dim rrugën, ka gjetë të lirë, po vazhdon ende me i lujt akuzat se ky vend është shkatërru që 20 vjet nga ato parti dhe mos i votoni ato parti, pavarësisht se ata vinë këto e shohin gjendjen reale, çfarë realisht ne po jetojmë dhe çfarë realisht ka bërë kjo qeveri që s'ka bërë kur gjë, ata po vazhdojnë të jenë të mbindur ndaj Albinit. Nuk e di çfarë formule do të më ndodh për mu ndrru mentaliteti i diasporës, po mënyrën se si shoh ata, se si reagojnë, se si votojnë, se si komentojnë, është pak e vështirë. Profesor? Mendoj që është e rëndësishme të ceket ky fillimi i lloj ndryshimi votuesit brenda, që s'ka mri ende tek diaspora. Ky ndryshim u vret me numrin e ulët të votuesve që dolën në zgjedhje. Dhe mendoj që kjo ka qenë kryesisht të shtyrë ndoshta me një lloj po mos përmbushje së pritjeve që i kanë pas votuesit, që tek votuesi vendor që jeton këtu, ka pas një efekt më të shpejt, më të drejt për drejt. Ky efekt, si duke s'ka mri ende tek diaspora, diaspora ka një vot kogja dhe thoja emocionale, të lidhur shumë me patriotizmin, me për shkak që jeton jashtë vendit, më është diçka që i mungon shumë vendi vet, me ideologjin pak nacionalizmin, patriotizmin e kështu me radhë, dhe mjafton që këto të lidhen, besoj se po, apo vetëm e ka gjetur rrugën e hapur, sepse partitë e tjera nuk është se i kanë kushtuar shumë rëndësi. Qëndron edhe ajo që rrugën e hapur, sepse ndërsa shohim kauzën me cilën kërkojnë vota partitë opozitare, Zoni Osmani pjesën më të madhe ka përmend presidentin Rugova, që ka pas autoritet të pa kontestuar, dhe thojë. Po ndërsa se thirrësh në një lider, atëherë votues më shumë e zgjen një lider që jeton aktualisht, se sa një lider që ka kontribuar të kaluarën, po momentalisht nuk është duke jetuar. Dhe mbas të kësaj formule, prapë është që fiton vetëvendosja me liderin e vet, që ka një autoritet madh. A do të jetë vështirë që të ndryshohet mendja e elektoratit? Po nuk është e vështirë, domethënë nuk është e lehtë. Nuk është e vështirë, nuk është e lehtë, po besoj se ajo më shumti që ndikon tek, sidomos po duket që po ndikon tek votuesi vendor është performanca, sa vërtet institucionet, ata që po marrin vota, pja dalin që të përmbushin pritjet e votuesve. Besoj kjo është ajo shtytja kryesore për një votues mbas cilit edhe duhet të votojnë. Në diasporë, kjo si duket ende s'ka, nuk ka filluar që t'i shtyt paktën votues që të mendojnë se sa vërtet janë duke, ndoshta edhe atje mund të mrejë ky ndryshim, por fillimisht, domethënë ka filluar këtu, sa do transmetohet atje, do transformohet atje, mbetet shqipe. Me këtë trend të vota, më pas për të kaluar tek Zonja Maliqi, padyshim, shihet se vetëvendosja është afër deputetit të 52 brenda kuvendit. Disa mandate shtesë i mori 3 nga votat e numëruara deri më tani, edhe një pritet, gjasat janë shumë të mëdha. Duke parë këtë trend të rritjes vetëvendosjes me votat e diasporës, apo rritën edhe gjasat reale që lëvizja vetëvendosje ta formoj qeverin, ta konstituoj kuvendin, pa ndonjë koalicion me partitë të tjera opozitare, me qenë se një gjë të tillë kishte bërë edhe në të kaluara. Po, mbas të këtij trendi, domethënë, tani më pothuajse vetëvendosja nuk e ka problem që ta konstituoj kuvendin dhe ta bëjë qeveri. Tani edhe mundet realisht, pa fituar edhe ndonjë deputet tjetër, edhe mundet ta bëjë me që ka me deputet e komuniteteve jo shumicë. Çka komplikohet tash, domethënë është çështja e presidentit. Sikur një parti vet mos kishte mundësi që vet ta bëjë qeveri, kjo do të shtynte edhe partinë më të madhe, po edhe parti tjera që të bëjnë një koalicion, bëjnë një marrëveshje e cila do t'i hapte rrugë edhe zgjedhjes së presidentit. Mundësia tani me këto vota që një parti ta bëj vet me komunitet jo shumicë, qeverin, i ul mundësitë për bashkëpunim për presidentin. Dhe kostën e mungesës bashkëpunimit për presidentin ne e paguam me 7 qershor sepse shkum prapë në zgjedhje. Kjo do më thënë e komplikon. Tani më, kur flasim për konstruimin e institucioneve, ne deshtëm zërë do të flasim edhe për presidentin, sepse është
institucion që na çon zgjedhjen, në rast se brenda 60 ditëve nuk zgjedhet presidenti. Pra me këtë numër bëhet më lehtë qeveria. Por çka? Komplikohet çështja presidentit. Dhe ky komplikim mund ta çojë vendin prapë në zgjedhje. Ndalim edhe te kjo, më pas vetëm të marrim edhe mendimin afër ditës, me qenë se në distancë pak më e vështirë edhe me ndërhy. Apo jo afër dita. Si e sheni, do ta formoj vetëvendosja qeverinë e vetme dhe ta konstituoj kuvendin, apo nuhatni se edhe mund të bëj një koalicion me ndonjërin parti, që më pas edhe presidenti jetë më e lehtë zgjidhet? Në bazë të 3 ditë, unë pajtona me kolegu në studio, sepse vetëvendosja mund ta bëj qeverinë e vetë. Nëse edhe një deputet e merr, ose edhe me vetë pa e marrë edhe një deputet, me 51 deputet aktual, çaj ka tash, plus 7 këto votat e komuniteteve jo shumicë, atëherë vetëvendosja e bën gjatë një vota dhe qeverinë e bën. Po problemi që ne nuk kemi shku në zgjedhje për qeveri, por kemi shku në zgjedhje për president. Do të thonë këto është kompletaj ngërçi ose problematikë që do të parti politike me zgjedhë, sidomos partia e parë, që është Lëvizja e Vetëvendosit, do të me pas vullnet politik për me zgjedhë çështjen e presidentit. Tarsa do të ketë vullnet politik dhe ato një strategji tjetër kurti që më na çu sërish vendin në zgjedhje ka fundi i vitit, atëherë duhemi me pa mirë, por në to rrethana që unë mendoj që partitë politike, tuj pri Lëvizja e Vetëvendosje, do të fillimisht me bërë konsensus për zgjedhjen e presidentit në mënyrë që mos me çu sërish vendin në zgjedhje. Sa i përket qeverisë, qeverina i mund e bën vetë pa pikë problemi, çysh e ka bë edhe herën e kaluar. Domethënë numrat i ka, edhe nuk ka problem. Por sa këto partitë pastaj me votu një president, nëse ai ngul këmbë që sërish presidenti mu propozu nga Lëvizja e Vetëvendosje. Pra, ai që duhet me lëshu pen në këtë rast dhe me pas një konsensus, dhe me parti tjera është Lëvizja e Vetëvendosje për çështjen e presidentit. Nëse ka për një mes. Po, nuk e di nëse ke arrit ta lexosh një deklaratë të tij ose ta dëgjosh kështu duke u komentuar nëpër studio televizive. Ai ka ftuar që partitë jenë më konstruktive kësaj radhe dhe mos të shkojnë me, nëse mund ta quajmë këtë gjuhën e popullit, me avazin e vjetër. Ne i njohim diskursin e Kurtit, ai është jashtëzakonisht shumë për me lujt me këto fjalë të jo një tira partitë politike, jo ato merdhen, po pastaj nuk propozu, nuk ju thash propozoni, ato nuk propozu, ne i dim këtë diskurs, nuk është diskurs i panjohur. Mendoj që vetë Lëvizja e Vetëvendosit do të jetë më serioze në zgjedhjen e çështjes së presidentit, nëse e ka për një me zgjedhje të çështje dhe me ka na edhe 4 vjet nëse me pas nevojë me menu a kena më shku në zgjedhje, as kena më shku në zgjedhje. Pra, ata do të me kuptu që edhe vetë mënyra se si është të votu, nuk mundet një parti politike ose nuk është e shëndetshme për demokracinë e vendit që një parti politike të udhëheqë me të gjitha postet kryesore të vendit. Presidentin, kryetarin, sekretarin e kuvendit i takon çka ai thu, qeverin e ka fitu, do me thonë vetëm nëse bën marrëveshje, kompromise, atëherë mund ndodhë diçka që postin e kryeministrit, po aq sa e njohim në Albin, ai postin e kryeministrit nuk i jep. Pra këto është fjala për postin e presidentit, sepse 2 poste tjera i dim se si shkojnë. Posti i presidentit do të shohet do të bën një konsensus dhe vendit të ecë përpara. Nëse Albin Kurti do të thuaj sërish me këto fjalë, çka deri me tani, atëherë rrezikojmë të shkojmë në Pritni të jetë më ndryshe, profesor, kësaj radhe. Apo duke parë diskursin... Një deklaratë të dishtë më parë të Kurtit, i cili tha se sërish po, nuk do t'jetë problem për formimin e qeverisë, por kërkoj bashkëpunim konstruktivitet nga ana e partive opozitare për çështjen e presidentit. Madje edhe shtoi Dërentina një pjesë pranverës po i vije fundi, deri dikun metaforikisht edhe deshi të thoshte diçka, apo jo, profesor? A mund të lexohet? Bashkëpunoj si që kam bashkëpunuar me... Edhe në të kaluar. Po, i përmendi madje edhe oferta që kishte që ai bashkëpunim nuk është që na dha rezultat. Rezultati ishte i zgjedhjeve. Për fajt të tij apo për fajt të partive opozitare? Tash unë fajin e ndajmë bazë pushtetit që kanë. Pushteti është mundësi, domethënë bazë mundësive që kanë me zgjedh presidentin, ashtu duhet ndahet edhe faji, besoj. Kush ka më shumë mundësi, ai është fajtor. Por oferta për lidhjen demokratike e Kosovës nuk ishte edhe për tu hedhur poshtë, apo jo, profesor? Marr parasysh peshën që kishte në kuvend LDK-ja gjatë asaj kohe. Fillimi takimeve, letrat, ftesat, domethënë,
çështja e parë në negociata, kur diçka negociohet, është qëllimi për të arritur një ose një lloj mirëbesimi për të arritur një zgjidhje të pranueshme për gjithë. Po. Dhe besoj ky pikësynim i ka munguar që gjithëve. Dhe ato përpjekje që i kemi pa më shumë kanë qenë, të gjithë do thoja, për të menaxhuar opinionin publik, se sa vërtet që kanë qenë përpjekje, sepse është shumë jo logjikshme me tregu që një vend nuk ja ka ndalë me zgjedhë një njeri për ta bërë president, po e zëm. Është diçka që vërtet e pa logjikshme. Dhe në rast se fillojnë negociatat mes partive, dhe duhet fillojnë, sepse për ndryshe vendit do shkojnë zgjedhje, çështja e parë është që partitë duhet të akordohen që rezultati do të jetë me një emër i cili vërtet do të jetë presidenti ai që pritet të jetë zgjidhja. Po, profesor, në çfarë mënyrë se qysh ka nis, pra deri më sot, me deklarimet që i kemi pa, me rezultatin, me gjitha. A ka gjasa që na pret një skenar sikurse që i kishim? Sepse po thuhet se qeverinë do ta formojë vetë, në anën tjetër pastaj do të nisin bisedimet për president, po çka nëse rrjedh njëjtësërish? Është e mundshme, sepse nuk është hera e parë që ne kemi kriza, tani mo jemi mësu gati 2 vite me këto kriza. Dhe më thonë mund pritet e një krize reinstitucionale. Shtok të faktin se në kuvend nuk është se ka ndryshuar përbërja, janë po të njëjtit deputet që i kishim edhe në legislaturën e kaluar, me pak ndryshim 3-4 deputet që kanë hyrë të ri që s'kanë qenë më herët. Edhe nëse ndryshojnë emrat në kuvend, kryesisht vendimarrës janë lider të partive. Kështu që kushdo që është aty do të çojë dorën, siç i thot lideri i partive. Nuk kemi pas të kaluarën as, do të thonë legislaturët e kaluar që kemi pas përpjekje brenda deputetëve, ndryshe nga partitë, nga liderët, që vërtet bëjnë një zgjidhje. Se kemi pa këtë dhe nuk presim me pas në këtë legjislaturë, sepse ne dim si partitë janë të organizuara, kush vendos brenda nuk besoni, partitë. profesor, që partitë kanë marrë mesazhin nga qytetarët që duhet të bashkëpunojnë kësaj radhe? Ky ishte mesazhi i votuesve, do thoya Nuk mendon se do të reflektojnë ky ishte mesazhi i votuesve brenda Kosovës, po s'ishte ky mesazh në diasporë. Dhe në bazë të kësaj tani ndoshta partitë prapë mund të bëjnë kalkulimet e tyre, që ndoshta shkurja prapë në zgjedhje ndoshta mund t'i rrisë votat ose mund t'i prolongoj disa gjëra e kështu me radhë. Po çështja esenciale është që partitë vërtet kur të fillojnë bisedimet, negociatat, qëllim final të jetë arritja e marrëveshjes, jo fajsimi i tjetrit, jo menaxhimi i opinionit publik, në bazë të këtij qëllimi të mirëbesimi, zgjidhja është e mundshme. Aferdita, cilat janë gjasat që me u përsërit skenari i 2025-s, po themi? Unë realisht e kam atë frikë që mund të ketë një skenar nga lëvizja vetëvendosje që të luja çfarë e bëri realisht me, sidomos nëse kujtohet në zgjedhjet të nënshkurtit me çështjen e kryetarit të Kuvendit të Kosovës, pastaj me qeverinë dhe ta çojë vendin në zgjedhje seriozë. Domethënë unë e kam këtë frikë që kam e luj, kam e thirr partinë ta kem, pastaj kam e darë kam e thonë to nuk po dëgjojnë, nuk kanë ide tjera, nuk po mundna mu dakordu, unë jo ofrova, këtu s'po dojnë. Domethënë unë e mendoj që kam e pas diçka të tillë nga lëvizja vetëvendosje në mënyrë që sepse lëvizja vetëvendosje pretendon me i lodhë partitë që janë opozit, pra edhe LDK-n edhe PDK-n edhe AK-n pretendon që ashtu. Ne kemi pa pavarësisht pritjeve të mëdha për lidhjen demokratike, nuk pa një rezultat që duhet mu krenu lidhja demokratike pavarësisht që vjosën e kishte aty. Pra, me këtë synim mund të ndodhë që Albinit na çoj edhe në një palë zgjedhje me idenë që do punoj edhe me këto votat që me këta qytetarë që nuk janë dalë në zgjedhje dhe nuk ishte numër i pak që i sabotun zgjedhjet, pra ishte 200.000 votues dhe ishte një periudhë e shkurtër kohore prej dhjetorit deri më tani me pas këtë sabotim. Dhe ka me bë një strategji pra me i tërheq këta votues, me i shtime votu në mënyrë që këto parti tjera me i lodhë sërish. Sepse në këto zgjedhje nuk është që përveç LDK-s edhe PDK-ja ka dalë mirë, ka humbë 40.000 votues dhe të qenë në opozit dhe të jup votues është pak e çuditshme dhe kjo kërkon reflektim edhe vetë mrena Partisë Demokratike, sepse nëse PDK-ja kush dalë, kush rujt shtratin elektoral dhe votat që i ka pas në 23 dhjetor, ne ishim pas një rezultat komplet pastaj ndryshe edhe të lëvizjave të vendosje përqindje me tolt. Pra, të gjitha skenaret janë të
të mundshëm, po i mundshëm është Kristianare. Sori pati diçka për të replikuar, besoj, apo për të shtu, e qartë. Një gjë që mund të shtoj ambicjet e partive që prapë në qojnë zgjedhje, janë numrat në kuvend që kanë marrë. Dhe më thonë edhe pse dalja ka qenë, mesazhi kryesori votuesve ka qenë dalja ullë, besoj që kjo është ai ndryshimi më i madh në këto zgjedhje. Po kjo dalje ullë sikur e ka rrit numrin e disa partive, numrin e ullëseve që i kanë në kuvend. Dhe prap mund kalkulojnë sepse qytetari si mund të manifestojë atë pakënaqësinë e vet me mosdaljen në zgjedhje, nëse prap e çojnë vendin në zgjedhje. Mosdalja në zgjedhje, pavarësisht sa dalin, mund të jenë edhe vetëm 10%, 20%. Realisht besoni që gjasat ekzistojnë që të shkohet në zgjedhje sërish? Në fund të vitit që shumë Jemi mësuar me kriza, E kam fjalën me qenë se qytetarët ishin më të qartë kësaj here. Duke mos dalë Si e fare. manifestuan pakënaqësinë me mosdaljen në zgjedhje. Kështu manifestu pakënaqësia. Tani mosdalja në zgjedhje, disa partive u arriti ulësit. AK-ja kaloi pragën, LDK-ja e mori 4-5 thua se ky mund të jetë një motiv i PDK-ja e partive. mori 3 ulëse më shumë. Dhe më thanë, vetë vendosja si ku ra pak me ulëse, po me një mobilizim diaspor, po thuj se e kompenzoj atë humbjen. Kjo mund të jetë një shtytje tjetër. A mendon profesor që lëvizja vendosje do të kërkoj që sërish të jetë një kandidat për president nga radhët e lëvizjes vendosje? Në rast se qëllimi e thash, qëllimi nuk është i partive që të zgjedhin presidentin. Do t'jenë më kreative tani. Më kreative në kuptimin asaj që gjenoj kandidat vështirë të refuzum nga partive tjera, po çdo përpjekje për gjetë një kandidat jashtë marrëveshjes politike mes partive, vështirë se do zgjedhet president. Dhe një kandidat që është shumë i pranueshëm, edhe nga qytetarët. Kjo do të ndihmonte edhe vetë vendosje, po ndoshta partive tjera që t'i fajsoj parti tjera. Dhe tek votues në rast se shkohet në zgjedhje, që të përpiqet në mënyrë më të bindshme t'i bind votues që vërtet ata kanë faj pse nuk u zgjedh presidenti. Duke kalkulu për gjitha partitë, po them sepse partitë me uljen e votuesve sikur u rritën disa me ulse në kuvende për qeveris vendin, ajo që është e rëndësishme janë ulset në kuvend. Pavarësisht që dalja ullë tregon besimin, rënjen e besimit që partitë, që qytetarët e kanë në parti, ky kalkulim, ndoshta mund të shtyjë partitë që nëse nuk e kanë mendjen që ta arrini marrëveshje, ta çojnë vendin prapë në zgjedhje. Megjithatë, profesor, me të drejtë thua se duhet për çfarë do emri, edhe nëse është i pranueshëm për të gjitha, duhet që të mirën vesh së pari partitë, sepse kujtoj që për emrin e Feride Rushitit, PDK-ja tha se ne nuk do të ishim kundër saj në rast se do të mirëshim vesh paraprakisht për emrin e saj, por jo të na prezantohej pa na treguar, vetëm të informohemi Partit nuk pranojnë që të imponohet dikush. Dhe më thonë, ajo është çështja e imponimit një pa marrëveshje. Kjo është ajo që i shtyn partitë mos e votojnë në atë përfundim që edhe nëse ka emra të cilët janë vështirë të refuzueshëm, pa një marrëveshje duket sikur një lloj nënshtrimi që një parti e bën partisë tjetër dhe shtyn që të mos të votohet ai kandidat. Po, Aferdita, mendon kështu apo ka gjasa që këtë herë vërtet i lihet opozita e presidentit nga ana e vetëvendosjes? Unë dyshoj që ka me ja lanë opozitës emrin e presidentit. Por unë mendoj që duhet gjendet një konsensus, do të thonë ne kemi bre mundësi me zgjedhë edhe emrin që nuk është në politikë, që është emrin apartijak. Ne kemi pas si raste edhe në të kaluarën, kur ka pas ngërç edhe është gjend një emër edhe është u zgjedh institucioni presidentit edhe kanë ecë përpara çështjet. Pra nëse ka interes, mu zgjidh shumë lehtë është mu zgjidh. Qitet një emër apolitik, s'po don lëvizja vetëvendosje me pas emër politik nga PDK dhe LDK që kanë parti me numër më të madh të votave në kuvend, atëherë le të propozojnë 2-3 emra që janë nga spektri jo politik edhe një nga ta le të zgjedhet. Unë nuk kam qenë, për shembull, ne kemi diskutuar edhe për emrin e Feride Rushitit. Feride Rushiti është një nga emrat më të respektuar të shoqërisë civile dhe për shkak të kauzës që ka ngreja ajo gjatë kësaj kohe sa ka punu me shoqërinë civile, por mënyrën se si është propozu ka qenë gabim dhe mënyrën se si edhe ajo vetë ka pranuar të propozim kohën ka qenë gabim. Pra nuk do si që tha kolegu në studio me pas imponim në këtë çështje. Në këtë çështje do të me pas dakordim në mes të partive politike ose në mes të 2 partive politike, se ndoshta të gjitha nuk dakordohen, me rëndësi është mu bë 80 vota, mu zgjedh një emër dhe me ecë. Por jo me insistu, për shembull,
mënyrës se si ka insistu lëvizjave të vendosin me dy emna të vetë deri në 24 orë të fundit. Po. Parti tjera luftojmë ne me propozu, po nuk po na jep hapësirë Albini me propozu, pra ka pas kalkulime, ka pas lojra. Menoj që lojrat dhe kalkulimet duhet mu lejnë me mbet anash nëse dojmë me jetë procesit për para. Nëse dojmë që shto me nejtë në për amullim, a do kem zgjedhje, as do kem zgjedhje, atër të lehtë e kam. E sidomos partia në pushtet që e ka shumicën e votave dhe e ka përgjegjësi më të madhe për me zgjidhje këtë problem. Duke marrë për bazë në shtatë mungesën e kapacitetit partive për të negociu njëra me tjetrën, partit mund të kontraktojnë një trup ndërkombëtar, mund të jetë një kompani që merret me çështje negocimit, që vërtet ndoshta mund ta facilitoj bisedën ose negociatat mes partive politike. Po me qenë se nuk po merren vesh, nuk ka një qëllim përbashkët, ndoshta do thoja për zgjedh presidentin, ka një mosbesim bukur të lartë për shkak të polarizimit, ndoshta ndonjë kompani ndërkombëtare ose ndonjë institut ndërkombëtar që merret me ndërmjetësim, me negocim. Çka do të thoshte kjo më pas për imazhin e Kosovës? Për imazhin, po dhe tash po thotë që imazhi tash është që partitë tona e kuptoj, mirë, po të angazhosh një kompani që po ta zgjedhin një president. Ja, ne nisëm me lajmin se janë pajtuar SBA dhe Irani, ndërkohë që partitë tona nuk po arrin të dakordojnë. Ndoshta imazhi vërtet do të ishte një imazh shumë i keq, po ndoshta mund të silte vendit president. Stabilitet. President, dhe ne mund mos shkonim zgjedhje, vendit filloj që të qeverisim. Duke i parë, profesor, dallimet e mëdha që kanë partitë politike në këtë pikë që po flasim, me kë shihni më të mundshme një bashkëpunim të lëvizjes vetëvendose me Lidhjen Demokratike të Kosovës, ku përballë ka Vjosa Osmanin, e cila kandidoi me idenë për të bërë presidente dhe pati një mori akuzash për kryeministrin Kurti, apo me Partinë Demokratike të Kosovës, për cilën ndër vite duket se dallimet kanë qenë të mëdha. Ku e sheti bashkëpunimin pak më të mundshëm, më pas kalojmë tek e njëjta çështje edhe më afër ditën. Tek LDK-ja, çështja e zonës Osmani pak e komplikon çështjen e marrëveshjes. E marrëveshjes. E komplikon, do të thoja, sepse ajo filloi, domethënë, një lloj, nëse mund të themi, fushat kundër zotrit Kurtit, e fillojnë kuptimin e mbrojtjes së interesit kombëtar, pa pastaj kalojnë në çështje personale, dhe normalisht kur kalon pastaj në nivel personal, kundër përgjigja pritet që t'jetë një lloj mospranimi ose refuzimi i kandidaturës. Kjo pak e komplikon çështjen me bashkëpunimin me LDK-n, dhe pse vetëvendosja të kaluarën sikur ka qenë më hapur ndaj LDK-s, në rast se krahasojmë, ka qenë më hapur ndaj LDK-s apo PDK-s dhe AK-s, ka pas një disponim, do thoja, krahasu me këto parti tjera. Kjo e komplikon pak çështjen. Me PDK-n, deklaratat kanë qenë kaluarën që votues tanë janë kundër PDK-s, edhe pse në koalicion në nivelin lokal, po ec koalicioni, domethënë pas një problem, nuk duket që ka një problem, duket ka koalicion Fush Kosovë, ka koalicion Podiev, nëse nuk gaboj. Dhe në bazë të kësaj koalicioni është duke funksionu mirë mes VV-s edhe PDK-s. Dhe në bazë të kësaj mund funksionon të edhe nivelin qendror, po e zë. Por, tash çështja komplikohet në rast se vetëvendosja s'ka nevojë për koalicion qeveri. Dhe çështja është vetëm për bashkëpunim për president. Dhe futja në koalicion ty të bën fare jo relevant. Sepse pa votat tua kalojnë ligjet në kuvend. Mund dalësh prej koalicionit, mund të hysh prap, nuk je fare relevant. Sikur vetëvendosja mos kishte votat mjaftueshme për ta bë qeveri, kjo do i lidhte më mirë partitë. Dhe kjo lidhje pastaj mund të përdoret edhe për një president. Aktualisht, si duket, për qeveri nuk ka nevojë për një bashkëpunim të tillë. Po prandaj e tham se ka gjasa që sërish... Për president do t'jetë shumë ma komplikume, do thoja, vetëm rast se e thash, do një ndërmjetësues dikush nga jashtë, ose të arrin gjendo një emër, ose vërtet e kanë synim që mos ta çojë vendin prapë në zgjedhje, ta gjejë një figurë përbashkët për gjithë, por me marrëveshje paraprake politike. E qartë. Afrodita, me kë mund të bashkëpunoj më lehtë lëvizjave vetëvendosje në këtë pikë ku jemi tani? Nëse nuk ishte qenë emri i Vjosa Osmanit, unë mendoj që më të lehtë ka pas me Lidhjen Demokratike, dhe betë dëshira ose interesi i lëvizjes vetëvendosje ka qenë që të bëjë me Lidhjen Demokratike
ju dini ka pas një kohë disa ftesa edhe për qeveri, por kjo nuk ndodhe. Pra më të parapërt e shoh me lidhjen demokratike sikur të mos kishte qenë Vjosa. Tash kjo e komplikon situatën e emri Vjosa Osmanit, pavarësisht që ajo emri Vjosa Osmanit? Sepse kujtoj një deklaratë të saj e cila tha se emri im nuk do të jetë pengesë. Po, ajo e tha, atë deklaratë mas e tha, mas një disa orë që tha një tjetër ma tash, për me njerë mas gjede kur tha s'ka asnjë arsye mos me pranu mua emrin tem, Albin Kurti, tani mas disa orë dul tha nuk është emri jam. Nështë ajo thotë që është, por nuk I di vetë Lidhja Demokratike sa pranon, pastaj më fut në një çështje të tillë, kur ajo ka pas emrin për president e ka kandidu për president, pra ka pas barcën e listës që ka thonë kandidatur për president. Por këto e shoh problematike. Me PDK nuk mendoj që ende janë pjek kushtet që këto dy parti të bashkëpunojnë, pavarësisht që u cekën që janë dy koaliciona në fushë Kosovë dhe PDI, po mendoj që janë më shumë koalicione të interesave të njerëzve lokal që janë atje, sesa kanë qenë interesat të përgjithshëm të partisë. Pra, ju ka interesu njerëzve që kanë pas interesa njerëz në PDI ose njerëz në fushë Kosovë, edhe I kanë bë koalicionet në ato dy qytete, por në nivel qendror, në nivel të përgjithshëm, nuk mendoj që janë pjek kushtet dhe këto pastaj e shohin këtë problematikën dhe që po them vazhdimisht që duhet gjetet një emër konsensual, se nëse tentohet që vetëm dy parti politike atëherë është problem. Pastaj problemi tjetër është që vetëvendosja I ka numra, domethënë asnjë parti politike nuk është që I duhet vetëvendosjes për në qeveri. Ne dim që për marrëveshjet e ndërkombëtare ku duhen 2 të treta partitë janë deklaruar që do t'i votojnë dhe I kanë votuar sepse janë interes ato, pra shoh problem unë nëse nuk ka ose një ndërhyrje ose për një pjekuri politike për një emër konsensual, shoh sërish zgjedhje të jashtëzakonshme. Profesor, me këtë trend të numërimit të votave, sepse aktualisht po shoh këtu numërimin me post, ndërkohë që do të vijojë numërimi me kusht dhe numërimi votat me personave me nevoja të veçanta. I kemi profesor një krahasim apo them një dallim të madh mes Lëvizjes Vetëvendosje dhe partive të tjera edhe të votat me post. Nëse vazhdon me këtë trend, do të kapë më shumë se 52 deputet? Nëse marrim parasysh edhe se si mund të shkoj, pra nëse shkon me këtë trend edhe votat e personave me nevojat veçanta dhe ato me kusht. Deri në sa mund të shkoj? Po, nëse vazhdon ky trend, 52 janë sigur, domethënë. 52 vota do I kap, pa 52 ulse në kuvend. Ulsja 53 mbetet, sepse tani janë duken mbi 30%, afër 40%. Afër 40% të 80.000 Ja, përndicimi fundit 70.23% tashmë po kryeson. Mund, ndoshta mund tjetë edhe ulsja 53, po edhe mjafton ulsja 52 me këtë trend që pothuajse ka, pothuajse të sigurt, dhe mbas të kësaj e bën qeverin me komunitetet jo shumicë duke përjashtuar listën srpska. Pra, pastaj pak ka rëndësia I ka 61 apo 62 vota, I mjaftojnë për ta bërë qeverin. Ky besoj se do t'jetë trendi mbas të numërimit që është duke ndodhur. Po, I bie që nëse arrin Lëvizja Vetëvendosje në 53 deputet, atëherë I bie që partitë opozitare prapë kthehen në rezultatin ku kanë qenë. Dikush do humb edhe një deputet, ose PDK-ja ose LDK-ja. Sepse LDK-ja po në 19 ka rënë. Megjithatë ka një 2-3 deputet më shumë, 3-4 deputet se sa në zgjedhjet e 28 dhjetorit. Mbas të kësaj si duket, e tham edhe në fillim që Vetëvendosja është fituese absolute. Profesor, ju nuk shihni asnjë mundësi që ndoshta partitë politike realisht që të bëjnë një koalicion para se të kalojnë tek çështja e presidentit, sepse kjo më pas do e lehtësonte punën për presidentin shumë më thjesht, në rast se arrihet një marrëveshje, apo ju konsideroni se përfshirja e cilës do partie në qeveri është jo relevante. Plus asaj çaj shton kësaj jo relevancë. Por oferta e Kurtit për LDK-n ishte sërish përfshirje për brenda qeverisë, kur e bëri ofertën për qeveria mund bie po ose mund të rirreshtohet, nuk ka nevojë vendi të shkojnë zgjedhje, ose mund kemi prishje. Por prapë vendin nuk shkon në zgjedhje në rast se partia del dhe qeveria vazhdon të ketë 61 ulse. Madje kemi pas raste kur qeveri kanë
pasi është bërë qeveria, kanë qeverisë edhe pa 61 vota. Kanë kalu... A i frikson kësaj partit politike? Pra se a i frikson kësaj partit politike se lëvizja vetëvendosje mund t'i marrë në qeverisë edhe më pas në një moment të dytë kur nuk do të ketë më nevoj edhe ti... Fakti që i ki 61 ullëse me komunitet jo shumicë, përjashtu listën se ty të regon që partit tjere janë role jo relevante për qeveri. Këtu ka dhe një gjë. Kryesisht marrëveshje ndërkombëtare që kërkojnë 2/3 votohen nga opozita. Sikur mos të ishte kjo sjellje partive opozitare, atë ndoshta kjo do të shtynte partinë më të madhe që të mendoj ta ketë dikë brenda sepse i duhen 2/3. Po drastë shohim sjelljen e partive opozitare në kuvend. Kryesisht i votojnë marrëveshje ndërkombëtare ku kërkohen 2/3. Dhe kjo e shtyn pastaj qeverinë që mos ketë fare nevojë që donjëherë nga partitë opozitare. Vetmja nevojë është presidenti. Tani sa do t'ja dalin, është marrë për bazë përvojën e muajve të kaluar po e zëm, kjo tregon që vërtet do t'jetë bukur e vështirë që ta zgjidhin çështjen e presidentit, kur partitë opozitare s'ka nevojë të jenë pjesë e qeverisë. Uroj që ta gjejnë një zgjidhje, por vështirësitë janë shumë të mëdha. Komentojmë bashkë me zonën Maliqi për të kaluar më pas sërish tek profesori një deklaratë të ministrës në detyrë të drejtësisë dhe kryetaren e partisë Guxo. Zonja Gërvalla ka thënë, kur është pyetur për koalicione apo bashkëpunim me partitë e tjera, se nuk mund të flasin pa u certifikuar rezultatet, megjithatë ajo beson se kësaj radhe nuk do të ketë blokada dhe se rezultati duhet të lexohet drejt. Pra thotë, shpresoj që mandati që ka dhënë qytetari këtë herë të respektohet. Çka mund të nënkuptojnë nga kjo deklaratë e saj, Afërdita? Po vetë në tekstin kur thotë që kjo rezultati duhet të lexohet drejt. A ke kështu? Vota shtetare duhet të lexohet drejt. Tregon që ka pas probleme, sepse i bën një farlloj presioni partive opozitare që pajtonë me rezultatin që kemi se na sërish po jumojmë, apo sërish jumojtëm. Do thonë, kështu në këtë prizmë e thotë ajo. Po thoni. Nuk janë mesazhe e cilat do të unifikonin partitë ose do të jepnin një shenjë pozitive se edhe mund të bashkëpunohet. Paktën deri tani. Ajo vetë Donika Gërvalla është person unifikues, andaj edhe deklaratat nuk mund të ketë unifikuese. Problemi është pavarësisht çështjes se po na vjen më përsërit. Problemi është sa do të ketë vullnet mu zgjedh çështja e presidentit. Sepse për qeveri ai i ka votat edhe e zgjedh qeverinë se ka pikë problemi. Por me sa e pash, unë një ditë një intervistë një ish kryetarit të gjykatës kushtetuese e pash që ai thoshte që duhet kuvendi se ai presidenti të zgjedh për shkak se do ta dekretoj presidenti duhet ta dekretoj qeverinë. Pra ne kemi me pas problem në hapa, domethënë kemi me pa ai do i respektoj këto rregulla lëvizja vetëvendosje, domethënë pas konstituimit të kuvendit, për të cilin e dim që do të ndodhë sepse është diçka kundërshtar problemi do të jetë a do të zgjidhet të tentohet të zgjidhet presidenti apo qeveria nga lëvizja vetëvendosje, sepse nëse të ndodhë të zgjidhet qeveria apo zgjedh presidenti, atëherë a kemi shkelje, as kemi shkelje në bazë, po e citoj që ata ish kryetari i gjykatës kushtetuese që do të presidenti ta dekretoj dhe ushtruesja e detyrës nuk kishte mandat me dekretu qeverinë e re. Pra, unë mendoj që do kemi probleme edhe në procedura dhe në hapa që mund t'i bëj lëvizja vetëvendosje me dashje në mënyrë që ta shtyjë kohën për me çu zgjedhjet në kohën kur asaj i konvenon. Lidhur me deklaratën. Kjo deklaratë është, domethënë, uroj që të mos jetë vërtet qëndrimi i lëvizjes vetëvendosje, sepse kjo tregon që do të kemi vazhdimsi, sepse kjo deklaratë ka qenë edhe të kaluara. I është kërkuar opozitës që ta lexojnë drejt rezultatin, ta respektojnë që kanë humb, ta respektojnë fituesin. Megjithatë, u tha edhe nga kolegja që vërtet ministri i drejtësisë në detyrë nifet si figurë polarizuese, do të thoja. Edhe besoj që votat e partisë Guxo kryesisht do të thoja
ose polarizimi vjen pak më ekstrem kur një parti hyn dhe merr vota në krah një partie tjetër. Profesor, për ta bërë më të qartë, e kam deklaratën këtu, janë 2 paragrafa shumë të shkurtë. Ndoshta edhe kjo edhe i jep më shumë sens asaj që sapo tha edhe Afërdita. Kur ti kemi rezultatet e certifikuara, do të shohim mundësi që na ofrohen. Unë shumë shpresoj dhe jam optimist se që nuk do të ballafaqohemi edhe një herë me blokada të pakuptimta dhe bllokim të institucioneve të shtetit. Por siç e keni parë, edhe para zgjedhjeve të fundit nuk ka qenë në dorën tonë sepse ofertat tona kanë qenë më shumë se gjeneroze, por janë refuzuar. Shpresoj që mandati i fuqishëm që e jep vota qytetarit këtë herë të respektohet deri në fund. Do më thonë Pra pikërisht ajo që e tha Afërdita. Pritet që të vazhdoj ai trendi i blokadës. Nëse ky nuk është qëndrimi i lëvizjes vendose, dhe është thjesht deklarate e ministrës në detyrë. Uroj që të mos jetë, sepse në rast se është kështu, unë fillimisht nuk mendoj që duhet pritet certifikimi i rezultateve për të filluar negociatat. Sepse realisht deri diku po dihet edhe pesha e partive politike. Tani më dihet që vetëvendosja vetë mund ta bëjë qeveri. S'ka nevojë që të pritet fare certifikimi i rezultateve, edhe trendi i numërimit shkon në atë drejtim. Dhe partitë do duhet që tani të filloni negociatat për gjetë një marrëveshje për president. Nuk ka fare nevojë sepse kemi humbur gati 2 vite me këto kriza pa nevojshme që partitë. Dhe janë gjitha koshiente se problematika vetme qëndron kësaj radhe sërish tek presidenti. Po, çështja është tek presidenti, kjo deklaratë gjithashtu është synim që në farë mënyrë të bëhet presion opozitës që mund të çojnë prapë në zgjedhje, PDK ka humbur sa i humbi diku 40-50.000 vota. Ndoshta mund të humbë prapë, ose edhe parti tjera ndoshta mund të humbë edhe vetëvendosje, sepse brenda vendit humbi vota, brenda vendit, tek votues që janë brenda vendit, kishte dalje të ulët, por më shumë shifet si një lloj presioni, por është tregues që do të vazhdoj trendi që ka qenë para 7 qershorit, në rast se ky është qëndrimi i partisë, nuk ndryshon atëherë ne presim që prapë mund të përdoret ndoshta ndonjë zbrasësirë juridike të drejtohen prapë partitë gjykatës kushtetuese. Gjykata kushtetuese mund të marrë 1 muaj 2 pastaj kohë derisa del me një sqarim, që vendi pastaj mund shkojnë zgjedhje diku ka Vjeshta ose ka Dimri ose. Po çështja është që me këtë deklaratë vërtet kjo është një tregues që pritet që të vazhdoj ajo sjellja që ka qenë para 7 qershorit. Dhe thashë më herët është interesant që sepse është thënë shpesh që guxoj ka votat e veta në farë mënyrë, dhe sa guxoj ka votat e veta tregoj vota e zonës Osmani, që posa doli nga lista e vetëvendosjes, u plasu si e para në LDK, dhe vërtet është një përputhje e madhe mes votave që i ka marrë duke qenë në listë. Dhe kjo besoj që e shton pak atë arogancën tek lista guxo krahasu me vetëvendosje. Po, pikërisht nëse bazohen në këto. Është qasje arrogante, do të thojë. Megjithatë, a e bën kjo pastaj LDK-n që të ketë një qasje tjetër? Sepse ndoshta ka pritur më shumë nga Vjosa Osmani, ndërkohë që tani ka parë realitetin, votat. LDK-ja është kogja problem, sepse ka edhe problemet brendshme bukur shumë, pikërisht edhe për shkak të kthimit të zonjës Osmani, saqë ka bukur problem ta ketë një qëndrim të unifikuar si parti, sepse mungesa qëndrime të unifikuar besoj reflektua dhe në vot, ku një pjesë e kandidatëve s'kandidu në fare, që kanë qenë figura në LDK, pastaj kjo mund të reflektohet edhe në vota në bazë, edhe në aktivitetin në për nëndek, dek partisë e kështu me radhë. Pra ka probleme bukur të mëdha brenda, sa që do ta ketë vështirë që ta ketë një qëndrim të unifikuar jashtë partisë në relacion me partitë tjera, sepse nuk është e lehtë për zonën Osmani që të kandidohet si president edhe në fund në shtatë pranoj që të mos nëse bëhet një marrëveshje koalicioni, mos met asnjë post brenda marrëveshjes koalicionit, është një shkputje kogja madhe që sfidon në autoritetin e zonës Osmani. Sepse do të mendu për zgjedhje tjera pastaj. Sa mund të sjell vota zonja Osmani zgjedhje tjera që do të duhen në mënyrë të kapitalizohen ndoshta si emër për të rrit partia paktën zgjedhje tashme. Në këta minutat e fundit që na kanë mbetur nga kjo bisedë, Afërdita dua të diskutoj pak edhe kuotën gjinore, sepse nëse shohim nga statistikat e KQZ-s, që tashmë i ka bërë me tikat atë cilët do të hyjnë në kuvend, shohim se disa prej deputetëve që kanë qenë disa herë pjesë e legislaturave të kuvendit dhe me një numër të konsiderueshëm të votave, po mbesin jashtë pikërisht shkaku i kuotës. Ne jemi femra, megjithatë
Beson se, ose ndoshta është ky qëndrimimi që është deri diku e pa drejt për deputetët që të arrin të marrin shumë vota, por për shkak të kuotës pastaj sërish mbesin jashtë kuvendit? Zonë ashta për deputetët është e pa drejt, mirë po unë menoj që ende ne kemi nevojë për me pas kuotë, pas parasysh mënyrën se zhvillimet, kujt i jepet hapësirë, kujt si jepet hapësirë. Mu vjen shumë mirë që një numër e grave që kanë qenë në lista e kanë fitu votat pa qenë, do të thënë pa kuotë, janë në lista lartë për shkak të performancës së tyre. Por tash mos harroj se kemi edhe një pjesë tjetër se jo shumë promovohen nga partitë politike, janë kuadro të mirë, janë gra të zoja, janë profesioniste shumë mira, por nuk ju jepet hapësirë nga partitë politike, për shembull, ne kemi pa në për debatët nëse i shohim vazhdimisht figurat e njëjta. Për këtë arsye unë mendoj që ende kemi nevojë për ligjin, për që e përcakton kuotën, pavarësisht se unë ndoshta shpesh dhe edhe unë si ti kam menuar që është momenti që të mos kemi më kuotë dhe femrat të vlerësohen ose të punojnë njëjtë, siç bëjnë edhe burrat, por kur i shoh kanë ato rrylat që dinë mu bë, mendoj që ende kemi nevojë për kuotë. Vjen keq për ata deputet që për me kanë po do që për 10-15 vota, a din, në krahasim me atë tjetrën që janë deputeti ka 10-15 vota më pak dhe kuota e qet jashtë. Mirë po tash edhe ato femra mendoj që meritojnë të jetë pjesë të parlamentit dhe tash sa kemi ligjin për barazinë gjinore, ligjin ku e përcakton kuotën, le të shfrytëzohet kuota. Po të mos ishte kuota, do të kishte shumë më pak gra në kuvend. Pra është kota që edhe pse këtë herë, profesor Lajmi Mirëshën edhe në LDK dhe në lëvizjen vetëvendosje nuk pati nevojë për kuotë, sepse deputetet gra fituan vetë votat për të futur në kuvend. Po është një ndodhi zhvillim me i mirë. AK-n dhe me PDK-n. Është një zhvillim i mirë, megjithatë unë mendoj që ende jemi larg ku mund të kemi garë ferm brenda partisë politike edhe për të ranguar brenda listës, po edhe për të marrë vendime brenda partisë politike. Kjo nuk është vetëm çështje gjinore, po në përgjithësi do thoja. Po më shumë të që atakon, domethënë është ndoshta përfaqësimi i grave brenda partive, edhe në kuvend. Mirë po edhe tek deputetët që janë gra, domethënë në kuvend, nuk është që edhe ato ndoshta ka një garë ferm brenda grave se kush mund futet në listë në 10-ën ose 20-ën e parë, ose kush i ka mundësinë më të mëdha për të qenë deputete, sepse tha kolegja, disa vërtet i shohim çdo herë në televizion. Dhe normalisht kjo është një mundësi e mirë për të marrë vota, krahasuar me disa gra ndoshta që janë kandidate që nuk si kanë ato mundësi që të jenë në media. Pra kuota duhet jetë, sepse pa kuotë... Pra ende kemi nevojë për kuota, do të ishte edhe më pak, do të kishte edhe më pak përfaqësuese, dhe ata që nuk marrin ndoshta vot ose duhet për shkak të kuotës gjinore, ata prapë mund të kontribuojnë shumë në politikën e këtij vendi. Nuk është patjetër që mund të kontribuosh vetëm duke qenë deputet. Madje shpesh ne po e shohim që ndoshta më shumë po ka punë ose do duhet punoj jashtë kuvendit, si partije, si shoqëri civile, se sa brenda kuvend. Kuota është e domosdoshme, por nuk duhet mjaftohemi vetëm me kuotë, ne duhet përpiqemi që të krijojmë mekanizmat, krijojmë normativën që të ketë një garë ferm brenda partive dhe mos të jetë mundësia që vetëm disa figura brenda partive çdo herë të jenë në 10-ën, 20-ën e parë ose çdo herë të jenë para elektorat. Po, megjithatë profesor, nëse ndalemi tek lista e PDK-s, shohim se disa prej deputetëve që kanë shërbyer disa mandate tashmë kanë mbetur jashtë, që është Hajdar Beqa, Xhavit Haliti, Rashid Qalaj, janë emra të cilët kanë shërbyer gjatë, po them, kanë qenë pjesë e kuvendit. Çfarë beson se ka dashur të thotë elektorati me këta? A dojnë figura të reja, njerëz të rinj? Besoj se po. Apo ndoshta i kanë ndëshkuar përqendrimet që kanë mbajtur gjatë këtyre viteve? Ndoshta mund të jetë edhe varet se ku kanë punuar më shumë elektoratin, cilat pjesë të Kosovës, dhe ndoshta në ato pjesë si parti ka pas një performancë jo të mirë partia, pastaj duke mos marrë vota partia nuk merr as kuvendi. Por megjithatë mendoj që është një kërkesë e përgjithshme e votuesve për figura me, nuk do të thoja me moshë biologjike të re, por me një mendësi të re. Pra të shojnë diçka më ndryshe nga ajo se çfarë normalisht më ndryshe, më konkurruese. Jo domosdoshmërisht, disa figura kanë qenë, besoj, disa herë në legjislaturë ndoshta mjaftueshëm, është koha që
t'japin mundësinë është edhe figurave tjera, duke u rangu më mirë në listë, ose duke qenë më mirë të përfaqësuar. Pra besoj kjo është arsyeja pse disa prej figurave nuk ja kanë dalë që të marrin votat mjaftueshme. Dhe për fund është edhe Afërdita. Afërdita po e marrin edhe deputetët mesazhin, e kanë fjalën në baza individuale, jo gjithmonë partijake, nga elektorati apo konsideron se nuk janë koshient shpeshherë me atë se çfarë votuesi thot për ta në momentin që voton. Nëse flasim për emrat që i përmendë ti, janë disa arsye, dhe nuk është vetëm arsyeja që nuk janë votu, sepse ata janë, ashtë sa e pashën e kanë vota mjaftueshëm nëse si shkon kuota gjinore, por është edhe gara shumë e fortë vetë mrena partisë. Më thonë, mos harrojmë se një luftë më vetë mrena kandidatëve kush po merr më shumë vota. Pastaj është kjo arsyeja se varet nga cili terren vjen, sa partia që ti vjen ka vota në komunën në bazë nga teje delegu, dhe pastaj është edhe ajo që mund të ndodhë që ke qenë disa mandate dhe janë konsumu, pra nuk kanë çka dhënë më shumë se çka dhënë, dhe është një ndëshkim i elektoratit që më ju dhënë hapësirë figurave të reja, pra prurjeve të reja nëse ka prurje të reja, por figurave që janë më të ri ose që nuk kanë qenë në parlament. Unë jam idhëtare që të ketë një trashëgimi, se cila parti politike të ketë një farë memorje institucionale, pra njerëzit mos ketë një shkputje që të hiqen të vjetrit dhe të vinë me një herë të ri. Ketë një farë lloj memorje, por jo domosdoshmërisht gjithmonë t'i shohum emrat e njëjtë, gjithmonë t'i shohum kandidatët e njëjtë, promovimin e kandidatëve të njëjtë, sepse thash më herët që partia kanë herë i promovon i shtyn disa që ka interes për me zgjedhje, njëjtit e shellën në për debate edhe në për takimet për partive politike, do më thonë ka një farë lloj promovimi më të madh. Në momentin që partia i fut njerëzit në listë, do të dëshmi fut, ai ta bon ai nder të fut ashtu do të lash, ndërkohë që kur ka debate, se kur ka diçka i çon emrat e njerëzve të njëjtë, e kandidatëve të njëjtë. Pra unë jam mes të dyja, sidoqoftë vota elektoratit kanë herë më fol më shumë se sa që folim ne për studio televizive. E përmendej, po them, luftën brenda llojit. A ka gjasa që këtë herë të shkojmë në rinumrim, si shkua merën e kaluar dhe pati një manipulim me vota nga vetë kandidatët, pra brenda partive? Po tash, nëse ka ankesa, po deri me tani nuk është që ka pas ankesa, ose kemi pa që procesi nuk ka shku në rregull, nëse ka ankesa dhe dalin sërish defekte si ka ndodhur në dhjetor, mund të shkojë. Megjithatë, dhjetori ka qenë një farë lloj sinjali që vallësh kjo farë punë më, kupton se për shkak janë arrestu njerëzit, ka procese gjyqësore ndaj atyre që janë arrestu për keqpërdorim të votave dhe unë nuk e di që dikush do të me vetën e vetë me shumë borg për me aba vota dikuj, unë nuk arri me kuptu këtë çështje. Do më thonë, nëse ti je komisioner ose veshguz, do shta krysh punë dhe jo të shërbesh një individi ose një grupit caktuar, pasaj të përfundosh në borg dhe mos jani kërkujt për ty. Pra, njerëzit do t'jenë ma profesional në punën e tyre dhe ta njohin edhe punën e dhe ligjet dhe krejt që shkojnë. Deri më tani nuk kam pa që ka pas Po shpresojmë shumë që mos të ketë edhe më tutje për shkak se realisht në tërë këtë katrahu, nëse mund ta quajmë, edhe nëse mund të gjejmë diçka pozitive, është që Kosova edhe pavarësisht sa shpesh realizon zgjedhje i bën kryesisht mirë, profesor. Administron mirë si zgjedhje, me përjashtim që tek numërimet e kandidatët dhjetor. Po besoj që edhe para dhjetorit, edhe në zgjedhje tjera ka pas. Uroj që tani mos ndodh, po tani fillon ajo faza. Tani është faza. Pas një imazh të mirë në arenën ndërkombëtare, se si mbahen zgjedhjet më pas edhe administrimi, domethënë zgjedhje, pse nuk dihet shumë çka ndodh jashtë vetvotime, po është si proces është administruar mirë, tek numërimi vërtet ka qenë problematike. Uroj që tani mos ndodh, janë ndërmarrë vërtet disa veprime, ndoshta jo shumë mjaftueshme ndaj komisionerëve, pastaj nuk janë marrë veprime fare më duket ndaj kandidatëve që kanë qenë të përfshirë në këtë, nuk është që ka pas ndonjë mas
për të mos u fut prapë në listë, ose po thuj se prapë është bosi diçka dhe nëse ka ndodhur dje dhe nuk ka masat mjaftueshme për ta parandalu, nuk do thotë që nuk mund ndodhë edhe sot, uroj që të mos ndodhë, sepse vërtet ajo që ndodhi tek numrimi i kandidatëve i la një hije shumë të keqe procesit të numrimit të votave. E qartë, profesor, falenderoj shumë që ishte në Faleminderit, studio Afërdita, faleminderit shumë për kohën. Faleminderit shumë edhe njëherë për kohën profesorit dhe Afërditës, ndërka që nga këtu ne Dorontina shkëputemi për pak çaste publicitet, kur të kthehemi do të diskutojmë për më trejat e fundit, po vazhdojnë protestat, tashmë kanë hyrë në javën e tretë në Shqipëri, gjithmonë më shumë po duket të jenë masive, se çfarë pritet të ndodhë gjatë ditëve në VM dhe apo vjen ndërheqja e Edi Ramës, e diskutojmë pas kësaj shkputje.